shkoj pasuri juridike, vetëm se që familja e Donit nuk më përkra për asë një përgjithësi nuk e marrin për fëmijë, vetëm unë me familjen time, dalën për krahje për fëmijë. Është vetëm çdo 6 muaj që më çojnë një kofertesha për fëmijë, kur far për krahje nuk e kam, kur far obligimi nuk e marrën ndaj fëmijëve, as në telefon nuk ma bojnë qysh jo fëmija, se deri dje ka qenë në spital, një javë duke unë konë smush, nuk i interesohen për fëmijë. Asnjë dispozit, asnjë dorë nuk i jap të drejtë, as autorizim të ngjirit dhe as ajtë në Kosovës që të asulmojnë fizikisht në shtëpinë vizë banesën e tij, para gruas dhe fëmijëve të tij, tani të akuzojnë të danë bujuki. Alia i ka thonë Jospa, dele danë se ki më ndonë Sarime, mos se në zdrejtë. E ka kërkuj gjerin që do në më ndonë Sarime. Vijë dhe nuk ka kur farë drejtë e marë në të rejë për në shpe. Miku s'ka drejtë në marë në të rejë në shpe. S'ka drejtë marë me të vetë ku je kun. Shoda, kohë i shërën bartë, ka të mujna apetin e vazhdim jetë me eseli. Kujtes për këta dytëmi që i kena, e mjeritën këta dytëmi së koshko, e marë një edukat shnush, dhe atë që ka mund të mund të rindjeme me edukat. Është bërë dhe ekspertiza psikiatrike të pandehurit, edhe njëta është elaboruar së provë. Nga deklarata e të dëmtuarës dhe dëshmitarës, Aisel Kosova, në mes të tjerash, është dëmtuar se ditën kritike tani Indiri Ali Kosova ka shkuar në banesën e tyre i qetë që të bisedoj me Edonin lidhje me zhdukjen e tij, nëse mund ta quajmë zhdukje 3 diqin që ka mungu, ndërsa gjithashtu është vërtetuar se Edoni është bërë nervoz nga ardhja e tij dhe në bisedë e sipër e ka gjuajtur gotën ato në shenjë nervoze dhe janë kacafytur me zveti, ku dhe ka rëzuar tani të Indirin Ali Kosova, i cili gjatë rëzimit ka rënë në tavolinë dhe ka pësuar lëndime, ku e dëmtuara e ka shtyë Edonin nga baba i saj dhe të njëjtën e ka qitur përmas vetës, duke u munduar që ta mbrojë nga Edoni dhe një herët e ka përcjell prej banese. Pas disa çashtës në banesë ka ardhur me nervoz vllai i Aiselit Ajdeni dhe të dy janë fjallosur me zveti. Ku Edoni veç se ka pas pikën e kuzhinës në dorë dhe në stok e ka sjell pikën para vetës. Ku në një moment Edoni e ka afruar pikën deri te barku i Aiselit, ndërsa Aiseli ka bërtitur duke i thënë ndalo. Gjatë kësaj kohe, Edoni e ka lënduar me thikë në dorë dhe ndërkohë ka ardhur edhe tani Indiri Ali në banesë, ku Aliu së bashku me Aiselin janë munduar që ta ndalin Ailenin që të mos e godet Edonin. Dhe në ato momente Edoni e ka thirrë Aliun me thikë dhe pasi që është thirrë i njëjti së bashku me djalin e tij ka ndalë në korridor, ndërsa Aiseli ju ka shkuar nga mbrapa, Edoni ka marrë thikën dhe është largu nga banesa. Nga kjo deklaratë e Aiselit vërtetohet se ditën kritike Edoni ka qenë ai i cili fillimisht e ka thyrë gotën në shenjë nervoze me pas edhe e ka goditur tani të Indirin Ali Kosova. Gjithashtu vërtetohet se edhe herën e dytë kur kanë ardhur tani Indiri me djalin e tij Ajdenin, të njëjtit Edoni i ka prit me thikën e dorë dhe në momentin që Aliu është munduar që mos ta lejoj djalin ta godet Edonin, atëherë Edoni ka godit me thikë Aliun dhe këto plagë kanë qenë vdekje bruse për të Indirin. Nga dëmtuara gjithashtu vërtetua se deri me atëherë, deri me ditën kritike, raportet mes Aliut dhe Edonit kanë qenë të mira. Nga deklarata e dëshmitarës Akter Kosova, është vërtetuar se Edoni dhe tani Indiri Aliu kanë pasur raporte shumë të mira deri në ditën kritike dhe para se të vijë te kjo ngjarje, Edoni është zhdukur 2-3 ditë dhe nuk kanë ditë asgjë për të dhe normalisht si prind, tani Indiri ka deshë të bisedojë me Edonin për ta ditur sepse është zhdukur. Gjithashtu është vërtetuar se atë ditë tani Indiri Ali ka shkuar në banesën e Edonit dhe Aiselit që të bisedojnë në mënyrë të qetë në lidhje me zhdukjen e Edonit. Nga deklarata e dëshmitarit Ajden Kosova, është vërtetuar se ditën kritike i njëjti ka shkuar në banesën e Edonit me qëllim që të shohë se çfarë ka ndodhur, pasi që tani Indiri Ali ka thirrë në telefon dhe i ka thënë se janë përla me Edonin. Gjithashtu
është vërtetuar se në momentin kur e ka pa babajin e tij, i njëjti ka qenë i përgjakur, pasi që e ka goditur e doni. Dhe si çdo fëmijë kur e sheh prindin në argjendje është nervozuar dhe ka hyrë me vronë në banesë, ku pas tij ka shkuar edhe tani i ndjeri ale. Është vërtetuar gjithashtu se e doni e ka prit me thikë në dorë ndërsa e dini edhe pse ka tentuar ta godas nuk e ka liruar babai dhe motra e tij. Nga kjo deklaratë është vërtetuar se Adoni e ka thirrë me thikë Aleu në momentin që Aleu ja ka kopë dorën Ailenit dhe nuk e ka lënë që ta sulmoj Adonin. Është dëgjuar edhe eksperti mjeku ligjor Nai Nuka, ku nga deklarata e tij është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se nga flakët e marra nga tani akuzuari e Bujupe, tani ndjeri ka ndëruar jetë dhe vdekja e tij nuk ka të bëjë me elementin kohë, çka do të thotë se edhe nëse do të ishte dërguar në spital para vetës së 15 minutave, i njëjti nuk ishte mund që shpëtoi atyre plagëve. Gjatë kësaj seance janë prezantuar edhe provat materiale, nga të cilat është vërtetuar se i njëjti e ka kryer këtë vepër penale, si në dispozitivin e kësaj akte akuze janë të argumentuar të gjitha me shkrim. Nga raporti psikiatrik i datës 18/4/25, vërtetuohet se tani akuzuari nuk ka ndonjë rregullim mendor në momentin e kryerjes së veprës penale ka qenë i përgjegjshëm, si dhe i njëjti të marrë pjesë në gjykim. Pra nga administrimi i provave gjatë këtij shërbimi gjyqësor është vërtetuar se akuzuari Bujupi ditë kritike me dashje ka vrarë tani të ndjerin Ali Kosova në banesën e tij, duke e goditur me thikë në organe vitale. Është fakti pak kontestueshëm se për shkak të zhdukjes së tij triditore, marrëdhëniet që i kishin të mira deri atëherë me të ndjerin janë dëmtuar deri në atë shkallë, saqë akuzuari nuk ka mundur ta durojë kërkim llogarim nga ana e ndjerit dhe atë me dashje ka privuar nga jeta. Është dëgjuar edhe akuzuari Bujupi, ku të gjithë ishin dëshmitar se i njëjti me çdo kusht është munduar ta mbrojë veten, duke justifikuar dhe aluduar se kjo vepër nuk është kryer me dashje. Gjatë dhënies së mbrojtjes së tij, lirisht mund të themi se ka treguar ngjarje vetëm për të ikë përgjegjësisë penale. Për faktin se i njëjti është dëgjuar në polici dhe në prokurorin në prezencën e avokatëve të tij dhe nuk ka pasur asnjë pengesë që ta paraqesë mbrojtjen e tij. Mirë po i njëjti vetëm tani është kujtuar se kinse tani ndjeri Ali Kosova e ka sulmuar i pari duke e kapur për organin gjenital, mirë po kjo nuk mbështetet në asnjë provë e as në ato rrethanore. I akuzuari, gjatë deklarimit të tij ka deklaruar se ka kërkuar ndihmë mjekësore pasi që ka pasur shenja, mirë po e njëjta nuk është i ofruar. Si duket i njëjti ka harruar se ka ikur nga vendi i ngjarjes dhe ka pasur mundësi që të kontrollohet dhe të prezantojë prova. Në stacionin policor ka qenë së bashku me avokatin e tij mbrojtës, të cilën e ka autorizuar vetë dhe nuk ka pasur mundësi në asnjë rrethon që të kërkojë ndihmë mjekësore dhe të mos i ofrohet. Dhe kjo vërteton se i njëjti me dashje ka kryer këtë vepër penale, ku nga deklarata e tij shihet qartë se i njëjti tenton të mshih faktet me qëllim që të ikë përgjegjësisë penale. Andaj kërkoj nga trupi gjykues që mos ia fal besimin mbrojtjes të akuzuarit, por të njëjtin ta shpall fajtor dhe të dënojë sipas ligjit në drejtim të veprës penale vrasja nga neni në 7, pasi që gjatë këtij shqyrtimi është vërtetuar përtej dyshimit të bazuar mirë se i njëjti ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe me dashje ka kryer këtë vepër. Ku pasuri juridike vetëm se që për bashkë i kemi lënduar dy fëmijë. Për kompensim të gjakut babës tame jo. Duhet të thëjtë se kthimi i babës tame në komo. Është arsye se që kërkoj pasuri juridike vetëm se që familja e Adonit nuk më përkrah as të në përgjithësi nuk e marrin për fëmijë, vetëm unë me familjen time, pa në përkrahje për fëmijë. Është problemi se edhe në ka njartë për i banesës, pasi që më ndodhë raste. Është vetëm çdo 6 muaj që mi shojnë një kofertë isha për fëmijë, kur farë përkrahje nuk ka i kam, kur farë obligimi nuk e marrë ndaj fëmijëve, as në telefon nuk ma bojë qyshja o fëmija, se deri dje ka qenë në spital, një javë duke unë konë smush, nuk i interesohen për fëmijë. Parafaktisht të dëgjuat fjallën
përfundimtare të prokurores së shtetit dhe përfaqësuesës suaj të autorizuar. Ai mbështet një fjalë përfundimtare të prokurores dhe të përfaqësuesës i mbështetni dhe deklaroni se parashtroni kërkesë pasurore juridike vetëm sa i përket çështjes së fëmijëve. Po, ndërsa nuk kërkoni kompenzim, nuk parashtroni kërkesë pasurore juridike për humbjen e babait tuaj. Deklaroj se ai nuk kthehet, më kanë larguar nga banesa, po, e se la ki diçka tjetër më shto. Të shikon që më kishin ofruar një përkrahje deri tash, ku nuk e kisha kërkuar pasuri juridike. Po në për momentin të vogjël i kam tekur fëmijët dhe nuk po më nuk kërkoj, se asnjë punë nuk kom pranuar fëmija me qëndru në spital një javë dhe 2 javë se ndërsa unë e dona me qëndru me fëmijë. Jo as gjyshja as doja. Për që ata as nuk po më me punu. Pasuri juridike vetëm e kisha kërkuar në banim siguri, në banimit. Një javë rresht, cili fëmijë ka qenë në spital? Edhe vojza dhe djona. A ki diçka tjetër më shtuese? Unë vetëm që ka kërkoj në lidhur me fjalën përfundimtare, mbështet një fjalë përfundimtare të prokurores së shtetit dhe të përfaqësuesës suaj të autorizuar? Mbështet një fjalë përfundimtare të prokurores së shtetit dhe të përfaqësuesës së të autorizuar? A keni diçka tjetër për të shtuar? Jo, vetëm e vonë e pajtona me bisedën e Ajselit që e bani deri qëta. Me deklarimin e Ajselit? Po, me deklarimin e Ajselit. Unë si gjyshe, a i do nëse daj, na mundohemi me tona forca tona me këtu kushte Kosovës, me këshyrat e fëmijë, si mret. Por nuk po mjaftojnë. Nuk po mjaftojnë edhe nga ana e donit, familja e donit, nana edhe vllau, kur fare obligime nuk e kanë marrë ndaj fëmijëve se është gjaku i tyre. Realisht, dy parti kemi nipa, sikur nana e donit, sikur une, nip edhe mes dy parti kemi. A parashtroni kërkesë pasurore juridike me lidhur me për kompenzim? Jo, për kompenzim për argin, jo se nuk ka pare që pagu gjaku i argin. Sekretare, fjarën të të përgatit në shtim, ka një klubi për që ta paltë dhe ka me elaboru në bërë. Fjallën përfundimtare kam përgatitur në formë të shkruar, do t'ju dorëzojmë në një kopje të gjitha falëve dhe të njëjtën do ta elaborojmë në pika të shkurtra. E dëgjova në mendje parlamentare të prokurores dhe lexova tash dhe u befasova se si një prokuror i shtetit që është obliguar të zbatojë në shtat paragrafin 1 dhe 2 të shtrembëroj faktet dhe provat në mënyrë të veçantë, dëshmit e dëshmitarëve në ato pika ku flasin për dashjen, duke mohuar në tërësi sulmin e drejtuar kundër të akuzuarit dhe duke mohuar në tërësi fjalët e vetë dëshmitarëve të cilët që të 3 datë kanë deklaruar se Erdogani nuk ka dashur ta vrasë Ali. Nuk kam prit që prokuroria e shtetit në fjalën premtore do ta përmirësoj gabimin që ka bërë me akus, se cilësimi juridik i veprës penale, për shkak se zakonisht prokurorët edhe pse kanë kompetenca rizore, çështjet e cilësimit juridik të rregullave penale, të gjësisë penale, ja vate trupit gjykues. Çështjen e cilësimit juridik të rregullave penale, të formave të përgjegjësisë penale, u avartin gjykatës. Pikë. Gjithashtu, edhe sa i përket fjalës komentare të falës së dëmtuar, shkurtimisht dua ta komentoj për shkak se e vërejtja se është kundërthënëse në mes vetës që në start. Por derisa kërkon të dënohet për të njëjtën rregull,
në faqen e dytë Sharam, që thot Ajselia ka hapë derën babait të saj, ndërkaq Edoni i ka thënë rretile qikët tonë dhe mikën tonë se unë po dalë. Atëre ku që në vëndashja nëse akuzurit do me dalë për shpis ti, edhe personi në safiri paftuar nuk e dhe me dalë për shpis dhe. E thotë jo s'po delë, po duke i thënë jo s'po delë, po konsidron këtë po Sharon, po ma Sharon këtë qenë. Avokat, a është të shkru me kjo në fjallën tuaj përfundimore? Jo, fjallën e këtyne është. A vetëm në fjallën e... Ku ke qenë? Edhe në fjallën vëmëtare të përpojisë, edhe në fjallën vëmëtare të përfaqësuesës së palës së kulturë. Nuk na kanë tregu në çfarë targë, në çfarë drejte, gruaja e Alia, djali i Alis, kam pas drejt. Me e imponu e donit me u përgjesh ku, kom 3 ditë, dhe me çfarë drejte, edhe prokuroria 3 ditë? Ka qenë 3 ditë, dhe me çfarë drejte, edhe prokuroria dhe aktakus, edhe në fjallë komentare, janë marrë kaq shumë dhe vetëm me faktin se 3 ditë s'ka qenë shpejt. Asnjë ligj pozitiv në Republikën e Kosovës, asnjë nuk e obligon as e dorën, as një person tjetër, të raportoj virët, apo dikuj tjetër. Pikë s'kemi më vojnë shumë, faleminderit. Faleminderit, avokat, pyetëgjoj. Prokuria e Shtetit Mbrojturi Time ka akuzuar se ka kryer veprën penale të vrasjes në datën 29/2023, rreth orës 21:15 minuta, në banesën e tij, Kense Medoshi, pas një përleshje fizike në mes tyre. Mirë po, prokuria, ashtu si në fjallën e vetë prokurimtare, nuk e ka thënë në dispozitivin e aktakus, në ashtetimin e aktakus, dhe në asë në fjallën prokurimtare sot, diçka që krejt juristat, pa provim që jurisprudencë e din, se nëse një person sulmohet në banesën, në shtëpinë e tij, nga kurrë, qoftë nga miku, qoftë nga baballaku, qoftë nga vjera, qoftë nga miku llavi gruas, ekziston instituti i mbrojtjes së nevojshme në 12 paragrafi 1, që konsideron se nuk ekziston vepra penale kur sulmohet personi në qoftë në shtëpinë e tij apo edhe diku tjetër. Paragrafi 2 e jep nocionin e mbrojtjes së nevojshme, që thotë personi do të sulmohet, sulmi do të jetë real, i artësashëm dhe e kundërshëm. Të gjitha këto elemente në rastin konkret janë plotësuar. Sulmi ka qenë i kundërshëm, sepse asnjë dispozit, asnjë dorë nuk i jep të drejtë, as autorizim të ngjirit dhe as ajtin Kosovës që ta sulmojnë fizikisht në shtëpinë kriz banesën e tij, para gruas dhe fëmijëve të tij, tani të akuzuarin e dan bujuki. Prandaj, në momentin kur ka hyrë në banesë, së pari Alia i Ndjerë, në asnjë moment nuk ka shku me bisedon, për shkak se menëshëm në deklaratën e Ajselit. Ajseli e ka lënë që e doni me shku me Ajselin te Alia. Doni ka refuzuar se është drejtë e ti mos më shku edhe të miku, edhe të baba, edhe të nona. Ajseli ka njoftu nonën e vetë që e doni s'po do me anë. I ka thonë, e krymë në vetë këtë punë. Alia shaj revoltë e qushu të këtë të kundër të asaj që atë prokuria. Alia shaj revoltë e qushu të doni. E doni, 2 deklaratat e neshtë, edhe Ajselit, edhe e doni. E doni ka këshyrë për mes shpionë për që thejte, e ka po që është Alia, i ka thonë Ajselit, unë po bëna gati po dalë kërë me baltonë se s'ka që ka flasë. Që është krejtë normale, asnjë burë, asnjë grua nuk i sharojnë problemet e tyre, ose do një që është kontestuese bashkëtorë me vjehri për
e shërtojnë vetë. Nëse arrin marrëveshje mirë, nëse s'arrin, ka zgjidhje tjera, edhe gjykata afro zgjidhje shkorzime. Por për fat mirë, kjo çështje nuk ka e asaj natyre. Pas hyrjes së Alis, Ganda Mëllo, në salon, e doni, i ka thonë, i ka folë, i ka thonë, ale rëmërë që këtonë dhe me lëpë tonë se o në po dalë. Alia ka qenë ajë, që ja ka ndalu e dole për dalë. Alia i ka thonë, jo s'po dele tonë se ki më nënë sharime. Bosë se në zdrejtë. E ka kërkuj gjeri që e dole me nënë sharime. Jam përlesh, njëri me tjetër, dhe në herën e parë, se i ka përzim fjallë, i ka përzim prokurorja në fjallë kërëtare. Herën e parë nuk ka ndodhë rase, e dim gjithë. Jam përlesh, herën e parë është thyt tavolina ku ka një tepsi dhe një thikë. Unë salam, është pretendim real i të akuzuarit se ka për organeve gjenitale deri në momentin që ka arrit me liru nga indjeri ale. Nuk kam fajt unë si grajc, nuk ka fajt i akuzu, nëse policia dhe prokuria nuk e kanë hetu çështën në mënyrë të pavarur, objektive dhe deri në fund, çdo pretendim i ngritur edhe nga mbrojtësi më pashëm, edhe nga unë, edhe nga vetë i akuzuarit. Është përgjithësi institucioneve shtetërore, e policisë, e prokurisë, që çështja nuk u hetu në detaje. Nuk janë hetu asnjë pretendim të akuzuarit. Prej fillimit djali ka treguar që o sulmu, cila hetim o pona vërtet. Çdo mangësi, hetim, qohë polici, qohë prokuri, bazën e tretë, këtë përkërëtës paragrafit të shkon në interes të akuzuarit. Dhe kjo çështje, a ka ekzistu, as ka ekzistu. Nuk e provë që e rëzën, dhe kjo, ku nuk ka provë që e rëzën pretendimin të akuzuarit, duhet merret si vërtet. Me njerë pas këti rase, pasi që ka përfundu përleshja, mes të mbrojtërit tim dhe të ndjerit ale. Alia e ka thirrë Ajdenin në telefon. E keni konfirmimin. Edhe në deklaratën edhe nga Iseli, edhe në deklaratën edhe nga Doni. Janë shumë të ngjashme deklaratat, që do të thotë janë të vërteta. Dhe pas pak minutësh, Ajdeni dhe Alia vinë bashkë, kamera shihet, Ajdeni është para, të vrapu me një agresivitet të pavarur. E kemi edhe në foto. Alia është mrapa. Alia është në qyshin e koridorit, Ajdeni është dera e banesë. Asnjë mek, dhe asnjë qytetar nuk hyn në banesë, për me bisedu, të i ra banesë shkelën, të dash me thy derën shkelën. Shihet, vidojnë që zemë kemi. E ka pranu dhe vetë, në pyetje tanë, a ke këtë trofit, a ke ra me shkelën, të dyja të tonë. Cilla bisedë zhvillohet, të dhëndre, të i silë derës shkelën, asnjë bisedë. Në momentin që ka hyrë, kjo lidhe shumë mirë dhe me dëshminë e Donit, e Doni nuk ka pas sikë në dorë. E Doni ka pas zjarrin 10 muaj në dorë. Se ka mohu as Ajdini, se ka mohu as Ajseli. Në momentin kur i ka bo hëgjëm për te e Shqip, ju dhe të shishtë ma mirësonë së në dini besa ku mësë më shtret, është në lejë sëllë në prokurore edhe gjyqtare. E Doni ka arrit me fshet djalin për krevetin. Për krevetin. Dhe u përbon me sëllën. Asnjëherë se ka pas i vendor në momentin që ka hyrë një. Pra mnohet nga Ajseli që ka pas djalin. Veç të shmitarja në djalin. Është i akuzumi edhe është Ajseli. Këta tjerë, Ajdeni është pjesëmarrës në raje, Vihra nuk ka qenë prezent. Përleshja ka fillu. Alia dhe Ajdeni e kanë sulmu shpit vetë, e Doni. Banjes vetë. Afër kuzhinës. Komentare, kodi penal. Në 12 paragrafit 1 dhe 2 të mbrojtja nevojshme. Nuk kërkojnë që njeriu që zbaton institutin e mbrojtjes së nevojshme. Tik, të ashe rrugën, të shmangut. Por me si qështari
antari trupit gjykues e ka pyet saktë selën dhe të akuzuarin. A ka pas mundësi me dalë ka balkoni. Balkoni ka qenë gjama, ka pas dalje. Mirë po, teoria se i akuzuarit duhet të shmanget, sulmuesit, kundërshtohet me dispozitat ligjore të Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Konvencija Evropiane për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njerit, me kodin penal të Republikës të Kosovës dhe me komentarin që kemi ne përmend të këto dispozitat ligjore. Me arsyetimin se nëse sulmuari i shmanget rrugës dhe vendet ku të qëndru nga sulmuesit, legalizohet e drejta për të sulmuar qytetarët e tjerë. Ndërkaq, nocioni i mbrojtjes së nevojshme është e drejta e lehtëshme për ta përdorur dhunën dhe forcën në mënyrë proporcionale me sulmin. Në mënyrë që të mbrohet jeta dhe integriteti trupor i të sulmuarit. Në rastin konkret, e Dan Bujupi u sulmu nga 2 persona. U sulmu nga Ajdini, një sportist, futbolist dhe një person që deri ditën kritike, madje ditën kritike, kur ka ndodhur rasti, ka qenë në ushtrimin në fitnes. Dhe është sulmu gjithashtu nga vjerri i tij një person relativisht i moshës së mesme, jo shumë i vjetër, dhe goditjet. Gjitha goditjet kanë qenë në kokë. E ka sharuar dhe vetë. Goditjet i ka marrë në kokë për shkak se ka qenë gjysmë e krysur. Ky ka thonë gërbat. Fjallorin në gjuhën që e përdorë. Prej atij pozicioni, pas goditjes në anën e mbrapshme të kokës. Të gjithë në juristët e dinë se në anën e mbrapshme të kokës ndodhet truni. Në ato momente ka marrë thikën. Të thika, fakti që ka qenë në pozicioni horizontal, e vërteton edhe ekspertiza mrekulligjore, mirë po albumi fotografive i policisë. 2 premjet janë po në këtë pozicion si që ka deklaru i mbrojtëri. E kemi në album, e përshënu me faqe, me numra, gjitha fotografit janë kjo prejre kështu. Është horizontale që asnjë milimetër nuk ka vetë. Janë të evidentuar edhe në raportin e autopsisë, por edhe në fotoalbum të drejtorisë kriminalistike të policisë. Vetëm diçka. Nëse doni do të kishte dashur me vrojë Alin, një person që kanë deklaruar gjithë e ka pasur legale. E ka dashur shumë. Madje vetë Alia u konë që i ka thonë e don apo do më martu me vajzën time. Respekt ndërsjellë maksimal. Respekt të ndërsjellë maksimal. Me një thikë, mishën, kuzhinës. Një njeri që dhe ky ka ushtru bëks. Me këndash, me thejë. Me qatë thikë, Alin e kishtu, më jem keq me kështu, për kishtu, më përra me kishtu. Jo aq pak edhe prerje horizontale që thot e kom visë cikën marta zjatas. Mirë po e deklarata e ajserit e njëjtë është. Nuk ka sulmu me thikë se veprohet me dashje me thejë dhe kam. Vetëm ka sirë për ta mbrojtur të vete. Tash, ligji nuk e kërkon që me i mirë po. Dëshminë e tij para trupit gjykues ka thonë unë e kom ullë kryet, kom që duhet për para dhe kom menu në që shme i. Ajdini ka thonë deklaratin e ti. Thët ka mujtë me i, ka ona e djatë ka kona i sele. Ku mund shenë një njërë, të sirë 2 vetë kresë, që e ka gruën ato mund me i këpërdeve. Edhe pse se ka pasë obligim me i, ka botë për pjekët të në tim, me gjithë një rrugë me i, edhe me pëshu prej një sulme të atësashëm, kundërlishëm dhe real. Pse ka qenë sulmi kundërlishëm? Vjerri nuk ka kur farë drejtë në orën e 3 brëndshme, miku s'ka drejtë në orën e 3 brëndshme, s'ka drejtë mërë me të vetë ku je kun,
Nëse ky zotnia marrë me drogë, ka vrarë dikon në policia. Nëse ky zotnia shku me një femën, ka punë me që nga zoja. Dhe jo i rrira. Mu rreziku ju no? Edhe me çfarë drejti, kush ja vet drejtën me intervistu qytetarët në bove gjësime në njëri pa non, pa ba, pa njëri gjallë këtu në Kosovë. Edhe në aspektin e te, edhe drejtës zakonore, këtu sanë nuk ka ndorë Kosovë, nuk do të ndorë. Për me egzistu vepra penale, basë një shtatë kodit penal, do të më përcu elementet. Veprimi. Këtë rast veprimi është i leshëm. Veprimi marrë me mbrojt kryet e vetë. Shpet vetë. Kundërligjshmëria. Nuk ekziston kundërligjshmëria. Se lidhet me menin 12 paragrafi 1. Vepra penale kryen në ndikim në institutin e mbrojtjes të nevojshme. Nuk është vepër penale. Paragrafi 2. Sulmi do të zbrapset sulmi i vërtet. Do të zbrapset një profesionale. Goditja kon krye, nësër gjitha goditjet djali ka marrë krye, zbrapsja sulmit ka qenë profesionale. Nuk ka kundërligjshmëri. Dashja, cila është dashja? 3 dëshmitarët. Vjera ka thonë, nuk besoj kur që Edoni ka dashur në rralin, për shkak të raportit të tij. Edhe në absolut edhe nuk besoj që jo i bind që ky njeri s'ka dashur në rralin. Gruaja e tij, dëshmitara e Seli ka thonë që jo, u përgjigj shkurt, jo, s'ka dashur në rralin, s'ka mund se ka pas mirë, ka dashur. Edini ka thonë, jo, s'ka dashur në rralin, ka dashur në kamu. E këtë çështje penale ne kemi veç Alim edhe Edoni. 3 dëshmitarë, 3 familjarë kanë kallëzuar drejt. Unë e kuptoj që ju rrimit këtu, se kanë babë, kanë burr. Po ne na do të vendosë drejtësi. 3 familjarë kanë thonë se Edoni nuk ka dashur me Alim. Mungon elementi subjektiv. Këtu ka 3 elemente të veprës penale. Pa plotësu gjitha bashkë, mirë kumulative, nuk ka vepër penale. Këtë çështje penale nuk ka vepër penale. Edhe vetë pola dëmtume do të me kone knasni. Sa shëron dhona i vrava valakon. Virën, që ky njeri nuk ka dashur me Alim. Do të me një vetë shërum. Se na pushojmë që s'ka. E vrat me qëllim, e qëtë prit, e marthon. Për fat mirë këtu s'kanë qenë, këtu elemente. Nuk kanë egzistu. Do të me egzistu, sëmi do të me kun i atësashëm. Do të me kun i kundërleshëm. Sëmi ka egzistu. Me vetë faktën. Edhe herën e parë ka egzistu sëmi. Me vetë faktën që unë banes të huj, pe pyet, thot, reme qik tonën, se unë po dalë, ja kofizon drejtën e liri, sot jo t'i s'ki me dalë, edhe e ka për trupi, se le me dalë, është sëmi. Mirë po, në aspektin juridik nacionit, si pas komentarit kodit penal, nuk kërkohet edhe mu ekzekutu sëmi. Thot, nëse sëmi është real, dhe atësashëm, hën shpe, vjen të të shohë të kanos. Sëmi, logaritet që ka egzistu, dhe mbrojtja nevojshme mund të ekzekutohet. Mund të implementohet me njerë. Të kundërligjshmëria e sëlmit, e thashtë edhe ma herës, po du me përsërit të jerë, njërë absolute, momentin, edhe në momentin e parë, edhe në momentin e dytë, nuk ka egzistu sëllim. Është në gjykatën e Prokurorinë e Prishtinës ka egzistu të Ridvan Kajtasi, është rasti, grabit që janë vetërnek. Në njëjti rast. Nuk e ka prit Ridvanës, për të me emrin bjemër se edhe kom shak. Nuk e ka prit Ridvanën, rasti Ridvanët, me shku të krevetit. As me hinë salam me ju. Osia ka hop derën, grabisi ka qullë dhe ka vra. Prokuria themelore, Departamenti Krimeve të Rona, e ka cilësu si mbrojtjet nevojshme. Edhe ka përfundu rastin në prokuri. E njëjtë ka qenë edhe ky rast. Te ky rast, o hap dera, janë hi mrena, i kanë hi njerit e kanë drejt, kanë vollon, edhe në fund, dhe mbrojtjet nevojshme, është mbrojt ose pa qëllim, se po të kish pas qëllim,
me qatë thikë, me qatë distancë të madhe, me siguri që thika kështë me dëpërtu shumë ma thellë. Dhe ato e vërtetu dashje. Edhe nga pozita e anës, nuk kanë historinë e kësaj gjykate, pas gjykatave tjera, që theri albon në horizontale. Nuk kemi pa rast, ju e dini që ndroj bukur shumë rase, nuk kemi pa rast me thikë që vjen prej një kështu të lbis thika, po zakonisht është prej poshtit natë ose prej natit poshtë. Edhe kryesit të mëtanë, edhe kërë mrena thikën, për një po vrasin ma sigur, të këtë rast nuk ka pas, ashtë në dashur, për motive e penale. Të dashja direkta apo eventuale, kem analizu të gjitha provat personale dhe materiale. Mirë po të provat është pas qartë që nuk e kështë asnjë lloj dashje, përveç dëshmive dhe deklaratave të dëshmitarëve, familjarëve të ndjerit dhe vetë të akuzuarit që kanë dëshmu të gjithë që s'ka pas asnjë element të dashjes dhe doni nuk ka dashje në rrugë. Edhe në provat materiale dhe personale vërtetohet lehtë se s'ka ekzistuar dashja. Të ekspertiza me përgjigjore vërtetohet se në bazë të këshillimit dhe konstatimit fond vërtetohet që i akuzuari nuk ka pas ndonjë tendencë për shkaktu vendimet të rënda tregore e jo me vrasje. Të fotoalbumi i policisë vërtetohet sakt se prerja ka qenë një horizontale dhe jo e thellë. Prandaj ne konsiderojmë se nuk ka ekzistuar dashja, as dashja eventuale, sepse kur e them se s'ka ekzistuar dashja as eventuale, e akuzuari nuk e ka pasur thërr në ndjerje. To ka konfirmuar dhe vetë Ajseli. Ata e kanë kuptu, dhe e doni dhe Ajseli kanë kuptu që thërr, apo që prej i ndjerin, vetëm për një këtyn pushim, për e kanë po gjakën. Cila është dashja të një person, që se ka kuptu që e ka thërr një person tjetër. Nuk ekziston kjo element subjektiv. Edhe që është e pakujdesi si formë dytë e përgjësim. Të pakujdesia, personët do në qeni vetëdishëm që mundet më kry një vetër penale. Po me lehtësi beson që s'po me ndohë. Të e doni është e kundërta, e doni se ka ditë heqe ka thërë. E doni ka përdorë thikën me i tu, me mbrojt vetër mos mira, edhe me ik, me mundësia me ik të ka. Prandaj se ekziston as forma e përgjësisë nga pakujdesia. Nuk kërkohet, dhe që kom tentu me hy ka tronditja sepse është çështje e interpretimeve shkencore që nuk pranohet në ligj që do të ekzistojë elementi tronditjes së mbrojtja e nevojshme. Dispozitat ligjore për dallim nga disa teorive shkencore franceze dhe angleze nuk kërkojnë që tronditja të jetë pjesë e institutit të mbrojtjes së nevojshme dhe aplikimit të tij nga gjykata. Pavarësisht se rastet të vrasjes gjitha janë të dëmshme, se humb jetën një qytetar i Kosovës, apo edhe pa marrë parasysh i cilit vend. Institucionet e drejtësisë, prokuria, gjykata, edhe ne avokat do të jemi të ndërgjegjshëm. Duhet të gjithë brenda kufijve tonë të kompetenca dhe detyra që ne ka dhënë ligji të vlerësojmë drejt. Nuk e çështje penale. Çdo deklaratë dhe zhogem kam lexu çdo dokument të policisë. Kam lexu çdo dokument të prokurisë. Kam lexu analizat e sektorit kriminalistik të policisë. Kam lexu edhe autopsi. Gjitha nëse analizohet një nga një dhe gjitha së bashku e kemi mbrojtje të pastër të nevojshme. Dhe ky institut nuk do të me leju që një qytetari pa fajsh i Republikës Kosovës në të nëmë. Një element tjetër të rëndësishëm. E të zhjova me shqetësim, po në të mëtu me Ajselin, me 2 fëmijë, babanes, patogna. Qysh ka me një mu e do në kryburit. Nuk më një imponon as nac, as vlad. Unë kom bisedu me do në 100.000 herë të pëqashtë. Unë s'kom kontaktuar, se me pa një dëmtumë, se s'ma në karakteri, as liqe. Mirë po, këto
me asë që e kom pa unë se hanca, me asë që kom dëgju dhe kom pësëdu me doni, gjithë e tim që doni s'ka dash me vratë të ndjerin, ekziston mundësia që kjo martes mos më prish. Me rujt, me rithmin, është shumë e mirë dhe shumë alet, po flasë personalisht, shumë alet e kësha një për e kësha ditë që ka qenë aksident, jam glutë dy partë, se ka dash kërkush në artë e akun, edhe me vazhdu jetën qyshe kam pas për para ta dë bashkëshartë. Në vetë faktin që këta përshëndetën, shkojtë mija i vizitojnë, e doni ka hisën pas një në vetë. Natyrisht aja hisë të në të këtë një ti. Mirë, për prej burgu, s'ma në bërë asë një të tyre. To nuk e thonë që me shku ka lecimi, se une kërkesa janë është më zbatu instituti i mbrojtjes nevojshme se ekziston 100%. Dhe mirë më liru për i burgu. Prandaj, pa dash një hupë kohë, për shkak të specifikave dhe gjendjes reale që ka e doni dhe eksiliu, duhet me analizu secilën provë. Pyetjen e atëgjës, veçet element shumë të rëndësishëm që është ajseri që ka thonë. Ka sharuar se kish me qenë ma mirë me folë, po baba edhe vlavërim e asë doni nuk kanë tentu me folë, po vetëm fizikisht kanë vepru. Nëse kishin folë, kjo bisedë shkrymë me mirë, ka thonë ajseri. Tash, ku e dashnë? Ku është vepra penale e vrasjes? Ku veç një dëshmitar që e kemë po thëtë që as baba, as vlavë s'kan desh me folë, e as e doni po shpit vetë. E doni nëse mund vend vetë, shpit vetë s'ka, njëri për të shpis vetë s'ka ka shma. Edhe pse po thotë, kom tentu me ikë, unë s'kisha tentu me ikë. Dhe jo në kënë nëjë për që në buva e të vlavës s'kishin dash me shushtin e vetë, nëse së mnohen nga vekria. Prandaj, pa dasht me ju lirë, unë ju propozoj që pa marrë parasysh dangën e shkaktun, pa marrë parasysh dhimbjet e paqës të tënde, kur ndodhen të ngjarë, kur ndodhen këto situata, të nxirret rasti me pasoja sa më të vogla, dobit fëmijëve të në dyve dhe në dobit drejtësisë. Temën e 363 paragrafi 1, nën paragrafi 1.1, se instituti i mbrojtjes së nevojshme e përjashton veprën penale dhe në pajtim me nën paragrafin 1.2 të bëk të njeni në mënyrë që të lirohet nga akuza, sepse nuk janë të mbush elementet se është kryer vepra penale, madje 100% është instituti i mbrojtjes nevojshme. Gjithashtu propozoj që të akuzuarit që janë ndërprerë në masën e paraburgimit, për shkak se nuk ka arsye me qëndru më tepër në paraburgim, dhe shohën gjendje në fëmijëve dhe tërë bashkëshortës tronë, dome është më e madh që po qëndron mbrana, se sa me qëndru jashtë dhe me këshirë fëmijëve. Faleminderit. Faleminderit, avokat. Peton, me ndëgju të avokati mbrojtës. Në mbështet në fjallën përfundimtare të avokatit tuaj, në mbrojtësit tuaj. E mbështet fjallën e avokatit, pa tjetër. A keni diçka për të shtuar? Në asë në mënyrë, s'kë ndoshtën me ngu jetën e mirit, asë nuk ndoshtën. Dhe dua të shtoj. Në asë një mënyrë nuk kam dashur me jetë një njeri, asë nuk kam dashur, qka? Me lëndu alin, ajdenin, ose ajserin, ose asë vetë drejtën, ose më kojnë lëndu. Unë e veç që më vetë mbrojtës. Po, edhe plotësisht të përkrona avokatit se për këtë fëmijëve. Nëse më lejohet me shtu këtë fjallë... Po, plotësisht e mbështes fjallën e avokatit, po? Po ashtu se e mbështes plotësisht fjallën e avokatit se për këtë fëmijëve, shton në mënyrë eksplicite, po? Edhe inshallah koha i shëron bardh, edhe mujna petën e vazhdim jetë me eseri. Kujtes për këta dytëmi që i kena, e miritën këta dytëmi së bashku, edhe marrë një edukat shnosh, dhe atë sa ka mund të edhe mund të rindjeme me edukat. Dhe veç mu edhe njerë me thonë, nuk kom doshkër kam me mbitë edhe më kom mbrojti, ju mbrojti.
në shumë tjetër. Është bërë kërkesë për caktimin e seancës së dënimit nga prokurori i shtetit, i akuzuari nga mbrojtësi, i cili marr atë vendim. E shkallë të përfunduar shqyrtimi gjyqësor në këtë çështje penale, ndërsa shpallja e aktgjykimit do të bëhet me do 29 shtator në ora 13:05 minuta. 13:05. Avokat saj përket çështjes së kërkesës suaj që parashtruat në propozim faktikisht, nuk ishte kërkesë eksplicite, lidhur me mosën, ju e dini që me rastin e shpalljes së aktgjykimit do të bëhet edhe do të vendoset edhe lidhur me mosën e sigurisë për të pandekurin. Shqyrtimi gjyqësor përfundoi në ora 15:27 minuta. E donë, një pyetje për juve, a doni me marrë pjesë në shpallje, nuk është shpallja e detyrueshme, apo jo? Sepse na duhet ta dimë për me i dërgu njësisë së transportit për të paraburgosurit, urdhëresë për zgjedhjen e juaj. Nuk dëshiron, i akuzuari në mënyrë eksplicite deklaron se nuk dëshiron të marrë pjesë në shpallje të aktgjykimit. Ritën e proces verbali me nënshkruar, shpejt javë sjell Gringa edhe e nënshkruar një ditën e mirë.